armiqt e dezinformuesve janë verifikuesit e fakteve. Koncentrimi i ambasadës angleze po fokusohet në ngritjen e fondeve për dezinformat. Këto grante do synojnë me i motivu gazetarët që merren me hulumtime të thella, po e vrejmë edhe që shëndeti publik i qytetarëve është në rrezik prej lajmeve të rrejshme, si dhe fusha tjera të jetës së përditshme. Po, kënde kanë armik njerëzit që i prodhojnë dezinformata. Fatkeqësisht armikun i tyre nuk është shumë i madh. Janë njerëzit që i luftojnë dezinformatat apo që janë verifikuesit e fakteve. Armiqt e dezinformuesve janë verifikuesit e fakteve, edhe na jemi dëshmitar që në rajon e edhe në Kosovë, verifikuesit e fakteve po bohen cak i sulmeve edhe fushatave linquese ndaj tyre. Por kjo është një çmim që duhet me pagu nëse don me punu për sigurinë e vendit tonë. Për që ato, ne po e lansojmë këtë projekt me ndihmën e ambasadës angleze, që është në botën kur fondet po zvoglohen për shoqërinë civile, koncentrimi i ambasadës angleze po fokusohet në ngritjen e fondeve për dezinformat. Kjo për mu është një lajm i mirë në qëtë ekosistemin ku organizatat jo qeveritare se cilëherë e ma sfiduse e kanë me gjetë fonde me vazhdu me dhanë shërbimet për shoqërinë e vetë. Për që ata, falenderoj ambasadën për mbështetje të një programi që nuk jep vetëm financim për organizatën tonë, Birnin dhe Internewsit, 2 organizata partnere me e bo këtë projekt, po synon me dhanë grante gazetarve tjerë për me i përkrah ata me bursa ata gazetarë që janë të guxim, mjaftueshëm të guximshëm me u marrë me verifikim të fakteve. Qëto grante do synojnë me i motivu gazetarët që merren me hulumtime të thella, me hulumtime që i ekspozojnë burimet e dyshimta të prodhimit dezinformatave, edhe programi ka me vazhdu me i gjurmu në përgjësi që ky program e ka qëllimin me shku sa të mujmë dhe në fund hulumtimit dhe ekspozimit atyne që i shpërndajnë dezinformatat. Qoftë kjo edhe nëse duhet me pagu me sulme ndaj nesh. Pse? Sepse na për veti mujmë me garantu që jemi të pathyeshëm, për tjerë s'mujmë, po nëse mbetet veç sulmi ndaj nesh, miro, sepse na e dim që jemi të pathyeshëm. Sot sallën e kemi plot me përfaqësues të institucioneve, të cilët janë pjesë e rëndësishme e trajtimit kësaj teme. Do me thënë, na nuk menojmë që dezinformatat mo luftohen vetëm me gazetarë. Dezinformatat duhet mu luftu me institucione. Edhe ata janë kallëzu kryesisht aleat tonë, do me thënë, ka njerëz në institucionet Kosovës që nuk pritojnë me i hikë saj pune. Për që ato i falenderoj, ata që edhe janë sallë me neve, edhe që s'janë sallë me neve, e që në animojnë prej veneve ku janë. Ky projekt pra ka synim që me i trajnu edhe zyrtarët e institucioneve me u marrë me dezinformata, edhe me ndërtu kapacitete që me u bo shtyse fort e prodhimit të informacioneve kredibile jo veç në media, po dhe institucioneve, me kriju aleancë kundër dezinformatave. Prandaj, nuk është betejë e lehtë, po bashk mendoj që jemi shumë ma të fort, sa do pak që jemi, po që ta që jemi, është ma shumë se mos me bo kur gjo, lidhur me këtë fenomen që i ka kaplu jetat tona të përditshme edhe na prifte mbare.